hala pa e lancu ushqimin për juve, unë janisa me konsumu, Lena i ka fajet, një recetë e cila bëhet shpejt, por shumë e shnetshme. Këpurdhat janë pjekë për 20 minuta, ndërkohë sasinë e kremdjatit e ka përgadit Lena. Kemi përgadit para prakesh. Po? Tash filloj me mbushjen, ndërkohë Saranda nuk me vazhdu me hongër, se i metë marak që piqojmë dëm këpurdhat, atë pjesën tjetër, kështu që ja kom përgadit. Desa Lena e mbush këpurdhat, kjo është një recetë shumë e thjeshtë që mund ta përgadisni në shtëpi dashur mirë. Nuk ka nevojë me i pastru këpurdhat nëse i bleni të freskëta, siç e shpjegoi edhe Lena pak më herët. I përgani në një temperaturë të ulët vetëm me vaj dhe me pak melmesa për të mos ia ndruar shijen e tyre dhe i vendosni krem djath ose çka do. Unë për shembull në shtëpi i vendosi copa e djathit, edhe jep ajo kripa e djathit jep shije alo më shumë këpurdhave. Po ngjysh Elen, për shkak se